erdhët, jemi ritakuar, jemi drejt për së drejtin në Vila 24, është e njëjta data 7 maj, ritakohemi si çdo mëngjes tjetër në kuzhinë me Katerinën pa diskutim dhe gati për të nisur e për të prezantuar edhe recetat. Mirëmëngjes. Ditë të mbar. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur, një ditë mbar dhe ju ftojmë këtu te këndi joni i gatimit për të bërë këto receta të cilat sigurisht janë shumë të mira, sepse na sjellin në traditë dhe neve mishin e qenë gjithsesi do ta bëjmë me makarona, por si dikur domethënë që na i bënin nëna tona, ja nisemi neve sepse makaronat i hidhnim tek lëngu, domethënë tek salca që përgatisnin mishin. Makarona me lëng. Po, nuk i bënim më vete. Okej. Kështu që një recetë që shijon shumë në fakt, vërtet që zakonisht shumë. Kemi vendosur, unë faktikisht kam filluar, paraprakisht e dua që mishi para se të hidhet qepat, ka vërdiset pak. Edhe pastaj të shtojmë edhe qepën. Pra ky ishte mishi, mish qëngji që do ta bëjmë me jakni. Faktikisht unë tek kjo do të shtoj edhe pak gjalp. Një lugë gjalp e bën pak si më ndryshe. Nëse doni mund ta shtoni, në rast të kundërt mund ta lëni vetëm me vaj. Po unë tani ja hedh edhe një lugë gjalp dhe do të jetë momenti pastaj të shtojmë edhe qepën sepse më është bërë gati mishi dhe filloj direkt gatimin që të harim dhe kohën në fund për të treguar të përfunduar. Kështu që pasi kemi hedhur edhe gjalpin, do të hedhim edhe një qep, të cilën e kemi të grirë holl, dhe me njëherë sa shtojmë edhe qepën, do të shtojmë edhe krip piper, që të na zbutet qepa dhe të aromatizohet. Tani tek mishi Kati më thon se ti e kishe nisur atë fazën e parë. Okej. Në japim ca kështu detaje nga këto në vaj të ngrohtë, në tenxhere bosh, pastaj shtojmë vajin me krip pa krip, si e kryen ti këtë skuqje? Po, unë fillimisht, domethënë hedh sigurisht që ngrohet tenxheria me vajin, edhe hedh, varet edhe nga lloji vajit që do përdorim. Vaji i ullirit nuk është se domethënë me një herë sa e hedh me një temperaturë, po jo temperaturë të lartë, sepse vaji i ullirit kur merr temperaturë të lartë, digjen vlerat e tij ushqimore, nuk bën. Vaji i zakonshëm është ai që neve e lëm që përdorim zakonisht për skuqje. Vaji i lulediellit më i zakonti ku ruhet dhe temperatura dhe... Kështu që kur kemi vaj ullirit, sa ngrohet tenxheria, shtojmë me një racionet e mishit. Por racionet e mishit është mirë që të shtojmë një nga një, që të marri domethënë të mbajë temperaturë tenxheria, jo t'i hedhim ta kthejmë atë pjatën me ato racionet e mishit direkt, sepse e ul temperaturën dhe bën mishin që të lëngëzohet, edhe të dalë domethënë të dalin ato lëngjet e mishit, edhe të thahet mishin në brendësi. Shikon që ka sekret edhe këtu domethënë? Okej, pra shtojmë copën e parë, e skuqim pak, duke i shtuar një nga një, me qëllim që ajo të mbajë temperaturën tenxheria, jo t'ja hedhim direkt të tëra dhe ajo të ul temperaturën, mishit lëngëzohet edhe të thahet. Edhe kjo është një sekret që vërtet duhet ta keni kujdes. Do thonim nuk bën, jo, bën diferencën, provojnë dhe do më kujtoni. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme, mishin nuk e nxirrni nga frigoriferi dhe të filloni me njëherë të kavërdit, do me thonë të përgatisni gjellën, ju kam thënë dhe herë tjetër, mishi duhet të qëndrojë në tryezë, të paktën për 20 me 30 minuta në temperaturë të ambientit. Prandaj themi që para përgatisim gjërat dhe pastaj fillojmë edhe gatuajmë. I pari mishi, pastaj qepët, domatet, gjitha këto i vendosim në tryezën tonë dhe fillojmë edhe përgatisim gjellën. Okej. Tani ata bëj një përzierje unë akoma. Në rregull, me që kemi shtuar dhe qepët, e më pas do të prezantojmë dhe gatimin e dytë për sot. Cila është receta e dytë që do të shijojmë së bashku? Atëherë të dashur Anvisa, unë do të bëj sa bukë të sheshta, që bëhen shumë të mira, të cilat do t'i bëj me miell misri edhe me miell gruri. Më shumë miell gruri, më pak miell misri, por do t'i bëjmë kështu si bukë, do me thënë këtë masën që unë kam, do t'a ndaj në 4 pjesë dhe do t'a pjekim në grill të sobës, të cilat vendosim më përpara atë tavën dhe do të tregojmë me njëherë mënyrën se si, por le t'i rikthejmë edhe njëherë tenxherën sepse dua ka nevojë të mos më digje të qepa dhe ta përfundoj që të vendosim për të përgatitur salcën, se duhet që mishi të na zihet. Kështu që hapim këtu një vend në qendër. Hedhim fillimisht salcën, atë që ju them gjithmonë, edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për të kavërdisur salca, edhe pastaj të shtohet edhe domaten të cilën e kemi të kthyer në trajt pure. Po, domaten e freskët i shkon shumë domatja e freskët makaronave dhe i bën akoma edhe më të shishme kur kemi atë kombinimin e salcës me domaten
e freskët. Pra domate të kuqe të cilat janë për gatim. E ka vërdisim, kaq do me thënë, me dy rotulline dhe e kemi gati. Tani është momenti që të shtojmë edhe domaten. E lëm pak që të na marrë një dy valë me domaten dhe, si gjithmonë, në anë të sobës, duhet me patjetër të keni një tenxhere me ujë të ngrohtë, sepse gjithmonë në gjellë hedhim ujë të ngrohtë, asnjëherë ujë të ftohtë. Po. Le ta lë pak që të më lidhet salca, edhe të tregojmë, do me thënë tregojmë se çfarë do të bëjmë tek përpara se të kalojmë tek receta tjetër, që ne jemi pak të qartë edhe me publikun, po, le të shohim pak recetat, sepse ne punën e nisëm pra përgatimin e parë, një pjesë e punës për recetën e dytë ka nisur që është përgatitja e brumit paraprakisht, dhe tani së bashku kemi recetat me përbërësit, jahni me mishqengji dhe makarona po gatuajmë. Përbërësit janë këto, 4 racione mishqengji, 1 qep, 4 lugë supe vaj, 1-2 lugë gjallë, 1 lugë supe salcë domate, kemi 1 ose 2 kokra domate pure, pra varet nga madhësia e domateve, 1 pako makarona, pasta olla kemi zgjedhur sot, do të tregojmë edhe cilën nga format do t'i shkonte më mirë kësaj tave me mishqengji, sigurisht kripa edhe piperi që janë pothuajse pjesë e çdo recete. E mëtej sot do të sjellim gjithashtu bukë të sheshta me miell gruri dhe miell misri të verdh. Përbërësit janë 350 gram miell gruri, 100 gram miell misri. Si gjithmonë, mielli Ola nga kompania Atlas. 1 lugë çaj maja, 1 fixhan çaj qumësht i vakët, 3 lugë supe vaj, 1 lugë kafe krip dhe gjysmë fixhani çaj me miell të përzier. Këto janë recetat e shkruara dhe tani besoj do të kalojmë apo do rrim edhe pak aty? Jo, jemi gati. Është e ka kryer domethënë funksionin e duhur, domethënë domatja është zier pak bashkë me salcën dhe jemi në momentin që të shtojmë ujin e ngrohtë. Le ta hedhim kështu tani, mos ta hedhim me të gjithin? Po se do zier makaron. Tani një pyetje kam, makaronat. Jo, nuk do t'i hedh të gjithin, do ta mbaj. Jo. Si do i bëjmë? Do i zier me tavë? Jo, më po pyes. Në rregull, jo. Shiko tani, dikur neve nëna tona ne bënin domethënë zjej mishi me lëngun këtu dhe pastaj i shtonin brenda makaronat. Dakor, edhe unë kështu do bëj, do shtoj makaronat brenda, por do nxjerr racionet e mishit në një pjatac, në një enë, me pak lëng dhe do hedh makaronat brenda për të zier. Pastaj kur do ta servir, sepse presim që mishi të zihet plotësisht, që të jetë gati për konsumuar. Do hedh makarona, do t'i ziej, do servir makaronat dhe do shtoj nga një racion mish dhe pak salcë. E kuptoj. Që të duket pjata edhe më lezetshme. Se kur e hedh brenda, prishet ajo, domethënë nuk e ka atë lezetin sikur e ka në momentin që zihet edhe mban atë salcë. Tani temperaturë të ulët me patjetër që do. Sa më e ulët jetë temperatura, aq më mirë bëhet gjella, domethënë zihet mishi edhe kemi do me thënë lëngun e mirë, shien e mishit të mirë, kështu që e do atë kohën e gjatë dhe temperaturën e ullët. Okej, dhe ne e ullëm temperaturën, do të lëmë gradualisht të vazhdoj përgatitja. Atëherë, sa ko ishtë dashur brumbit për të arritur këtu në këtë? Rreth 1 orë, varet nga temperatura e ambientit, Anila. Shumë si është bërë si të mbatë. Ja të laj pak dua për pastaj. Duket që nga këto gropozat që ka krijuar, që ka ardhur mirë, edhe do të kemi një brum të shkrifët. Si do të bëhet kjo pjekja, sepse kemi një mënyrë tjetër të këtyre bukëve sot. Fillimisht do të përgatisim bukët e pastaj do të tregojmë se si bëhet brumi. Atëherë unë lava duar. Edhe aty kam ato 2 miellra Anila, të cilat përdora. Mielli për çdo përdorim dhe mielli mistrit i verdh. Gramaturat përkatës se ne i pam në recet. Në pjesën e dytë do të marrim kohën që do të na duhet për ta treguar edhe realizimin e brumit. Kështu që do të më duhet një enë që të bëja për zjerin, po s'ka gjë se po e bëj direkt në. Tani pasi brumi ka ardhur për 1 orë, ne e ripunojmë. Po, do të punoj pak, do të ndajmë në 4 pjesë atë brum, që të bëjmë 4 bukë të vogla. Okej. Po që do të më duhet miell misri dhe miell gruri. Po, pra ajo përzierja
e një filxhani në fund të recetës ishte pikërisht për këtë momenti Po, këtu. kjo është. Okej. Tani heqim miell, këtë brumin. Më ta heqim atë Anila se s'më E largojmë. Faleminderit. Po, të lutem, nuk na duhet më, kështu që Ndajmë në 2 janë në të 4 më mirë. unë kam idenë se do bëhen këto bukët e sheshta, kështu që nuk të jap dot një mendje këtu. Jo. Ta në 4 do t'i ndajmë. 4, Në okej. 4 që të... 4, okej. Edhe ajo është pak më e madhe. Okej. Pra brumin që kishim e ndajmë në 4 pjesëza. Tati ke përdorë të njëjtën gramatur që kemi në recet këtu? Po, prandaj është edhe kaq. Okej. Pra, jo që të shohim se sa buk na dalin me kaq. 4 bukë të vogla. 4 buk të vogla. Tani, i kalojmë, i pudrosim më mirë, mund të themi. Dhe do t'i vendosim në tavë fillimisht, se do t'i lëmë që të na vinë. Përsëri do qëndrojnë. Okej. Ndërkohë, tani një 10-15 minuta, besoj, do t'i kemi gati, dhe me thënë që të na vinë. Aq është kjo koha e qëndrimit. Pra 1 orë brumi qëndron në pjesën, pasi e kemi përgatitur pra, të mbuluar në një enë, dhe 15 minuta në tavë. Ndërkohë, t'ju kujtoj pak nëse s'keni ngrënë mëngjes akoma, ne nisim me Ovital ditën tonë, ne kujdesemi që të kemi energji mjaftueshëm të përballojmë ditën, ritmin, transmetimin e përditshëm të drejtë për drejtë, kështu që tashmë e dini që veza është një produkt shumë i rëndësishëm, është e domosdoshme të konsumohet çdo ditë, preferohet në mëngjes sepse na furnizon me vitamina edhe me proteinat që organizmi ynë ka nevojë, por çdo orar i ditës një kokër vezë shion dhe na ndihmon të ushqehemi shëndetshëm. 2 kokra vezë, Anila. 2, Kati thot 2, nuk na... Edhe kur e përdor në përgatime, Kati shton 2 kokra vezë për person, se thot 1 është pak. Një është shumë pak. Jo, janë, kemi këtë paketimin prej 15 kokrash të Ovitalit ton, edhe konsumojmë edhe 2 patjetër. Ose të zyera, ose kështu që i bëjmë sy dhe i hedhim në ujë. Ai varianti në ujë, po, pa ndër. Do shikojmë se si do t'jemi me kohën, duhet të tregoj edhe për punën e vezëve, nuk i hedhim e ngrojmë vajin dhe pastaj hedhim vezët brenda, siç është vaji i ftohtë, hedhim vezët edhe i lëm që të ashtu, sepse kur e hedhim në vaj të nxehtë, vezët na digjen rreth e rrotull, edhe gjë që ne këtë nuk e duam. Kështu që e vëm tigani me vaj dhe i hedhim direkt në vaj të ftohtë dhe ndoshta mund t'i mbulojmë edhe me kapak që të bëjnë, domethënë, dhe bëjnë shumë të mira. Nëse do kemi kohë në fund do t'i bëjmë, do t'i bëjmë më mirë se si mund t'i bëjmë vezët sy, që bëhen dhe ashtu, po bëhen edhe në ujë. Edhe në ujë bëhen dhe shumë i të mira. shoqërojmë pastaj me vaj ulliri, me krip edhe ndoshta arigon, sipas dëshirës ato që juve ju pëlqejnë për ta shijuar. Tani unë lajduar dhe mendoj të rikthejmë këtu për të përgatitur brumin, sepse këto do t'i lëm që të na vinë. Shiko tani kemi bërë neve me miell, do t'i lëm pak që të na vinë. Dhe pastaj do t'i pjekim në furr, ku në furr do të ndjes në grill, do me thënë do të vendosim te grili atë sobën, do të vendosim tavën që të ngrohet, të ngrohtë, dhe do t'i vendosim një nga një brenda aty tek tava. Do t'i tregojmë këto të gjitha, fillimisht unë lajduar dhe filloj që të tregoj edhe përgatitjen e brumit. Okej, mirë, do të përgatisim brumin e bukëve bukëve të sheshta. Kështu Kati ka vendosur t'i quaj këto bukët të cilat duhet të pushojnë edhe për pak minuta dhe më pas t'i vendosim në furr. Ndërkohë që kemi nisur edhe me një tjetër recet mëngjesin sot me makaronat me mish qingji. Këto makaronat Kati ke lënë më njanë për këtë recet, po? Po. Okej, ja, këto kemi zgjedhur ne të përgatisim sot. Lumakoni rigati, apo këto? Jo, unë do i bëjmë të gjata në mënyrë tradicionale që i bënim dikur. Kështu do t'i bësh ne e i bënim ato të gjata dikur. Okej. Por të dyja llojet e makaronave, edhe kjo më pëlqen shumë për të
bërë kjo. Kur janë me lëngje, në fakt dhe mua më pëlqejnë këto që kanë hapësirë. Mirë, ti e di, le t'i rrim mënyrës tradicionale. Mirë, prandaj kam bërë të dyja që ambisat të zgjedhin ato që atyre u pëlqen. Po, okej. Kështu që në rregull, mirë. Mund të zgjidhim dhe variante të tjera, sepse Ola ka plot. Ne kemi vendosur 2 alternativa, po ndërkohë keni edhe shumë të tjera, janë ato në formën e tubit, në formën e fluturës, po edhe penet mund t'i shkonin shumë mirë. E rëndësishme është që të jenë pasta Ola dhe ju do të bëni diferencën në mënyrën se si çdo pjatë makaronash do të shijoj. Edhe me atë salcën e thjesht fare, thjesht me domate të freskët, borziloke, pak hudhër. Po, është e vërtet Anila, tani është kjo receta klasike e makaronave. Receta të thjeshta dhe të shpejta. Po. Me pak përbërës, por me shumë shije. Mirë, atëherë, përgatisim do të më duhet mbrumin, do hapim 2 paketime të reja të miellit, sepse nuk na mjaftojnë këto që kemi këtu. Po, faleminderit tani. Dhe të lutem këtë qumshtin që kam këtu. Ta ngrohim? Po, i dhe atë ujin që kam aty poshtë edhe ta... Po, mere mund me të. Se është e pastër të nxerja. Thjesht një tjeti vakët. Kjo uj nuk në nevojitet më. Më mirë të marim i këtë mielin tjetër, sepse edhe për fatë mirë, këto llojt e mielrave kanë edhe këtë, si tuash të gramaturës këtu, që e shikojmë, do me thënë, se sa duhet të hedhim. Por duhet të dini një gjë, si kur brum është ky, nëse shtua, do me thënë, pak më tepër qumë është, shikojni që të bëhet një brum buke. Kjo është e rëndësishme, nuk është e thënë tani se, ja da shikojmë ja këtu. Edhe unë këshu i hodha, nuk është se i hodha me gramaturë, me sy i hodha. Po mirë, ty të është stërvitur syri. Me gjitha edhe me brumin kemi thënë që gjithmonë lëvizim. Sa do jetu Anila se nuk shodhe nga sytur. Ndërsa këtu kam mielin. 400 ke përdorë këtu? Ka përdorë? 350, prandaj them që nuk është e thënë. Ja do edhim këtu pak më tepër. 120. Në rregull, ja. Që në 200 hodha pak më tepër. Tani, si gjithmonë, fillimisht trazojmë mielin e grurit me mielin e misrit. Tani këtu nuk kemi nevojë të hedhim sheqer, sepse vetë mieli i misrit ka një lloj ëmbëlsire. E vjen pak, do me thënë, ka të shijen e ëmbël. Kështu që, prandaj dhe zakonisht tek bukët me miell misri nuk përdorim krip, veç se një maj krip. Ta lëmë të dihet, të shijojmë atë. Kështu që hedhim vetëm maja dhe nuk hedhim. Kaq është e mjaftueshme. E trazojmë edhe këtë. Është ajo që ju them që unë e bëj shumë thjesht të pjesën e pregatitjes së brumit. Nuk e bëj ma janë më vete me qumësht, por e hedh kështu direkt. Ndërkohë që të hedhim edhe pak krip. E tani shtojmë qumshin e vakët. Shpesë mos jetë ngrohur shumë, shikoj pak. Ska gjë. Është ngrohur shumë, a? Ishte tenxherja e nxehtë në fakt nga uji. Ska gjë. Prit marrim një enë. Okej, ta vendosim në një enë tjetër të naftohet pak. E po në 30 sekonda u ngro kaq shumë? Këto janë enë guri në fakt edhe po e marrin temperaturën, e marrin... Mirë, do marrë dhe pak nga frigoriferit të ftohtë. Okej, do ta balancojmë pak temperaturën e qumshit të ftohtë e të ngrohtë, ndërkohë që këtu kemi shtuar pra miellin e misrit edhe miellin e grurit, pak krip dhe maja. Okej. Faleminderit tani, jap tani. Po. Po hodha të ftohtë. Edhe u plotësua. Edhe vajin. Vaj ulliri, okej. Hedhim 1-2 lukë këtu brenda dhe tjetër hedhim dhe një që e lyjim fillim në fund fare. E trazojmë. Edhe e punojmë pastaj me dorë. Okej. Pakës fare. Do me thënë, ashtu, një prekje. Sa për të ndihmuar. Dhe shikojmë që në momentin, do me thënë që e punojmë me lugë, mielli shkëputet nga ena themine, nuk ka nevojë për të shtuar as miell dhe as qumësht. Në momentin që shkëputet nga ena, është më
koha për ta punuar me duar. Të gjithë përbërësit i keni këtu në ekran, ne i përsërisim edhe i rishojmë her pasere, që të keni mundësi ti shikoni, nëse do të përgatisni edhe ju buk në shtëpi, sot është dhe dita në fakt edhe moti kështu si vranët, edhe do t'ishte mirë si ku përshtatet pak për të bërë ndonjë buk vetë në shtëpi, për të gatuar ndonjë recet më shumë, për zonjat që janë në shtëpi në këto momente. Edhe s'ka nevoj asë në tryezë, që të bëni edhe tryezën, do me thënë, ja këtu, në këtë mënyrë që e bëjmë, është ajo mënyra që kur punojt me makinë, me ma të makinë rafse, kjo është që e bën makina. Edhe punohet, merë temperaturë brumi dhe ja ky. Kjo është pamja dhe trashësia që i duhet. Kështu, ky është brumi, që duhet tani, do t'a lëm, ka që ishte edhe ajo që unë bëra, e lëm, sigurisht që duhet mbuluar me membranë kuzhine, sepse nuk i jep atë mundësi, e mbyll në mënyrë hermetike, izolon edhe i jep atë mundësin, do me thënë që të rritet sa më shumë, do me thënë të bëhet sa më shpejt. E lëm për rreth 1 orë dhe do të kemi rezultatin ati brumit që pam në fillim. E më pas, duke përzirë përsëri mbi tryezën tuaj pakës miell për çdo përdorim dhe pak miell misri, e ndajmë këtë sasinë e brumit në 4 pjesëza të mëdha, i pudrosim nga të dyja krahët pikërisht në tavolinë me miell, i hapim me duar, nuk ka nevojë për pec apo për rul, i vendosim përsëri në një tavë, i mbulojmë me një pecet kuzhine. Në këtë mënyrë do t'i lini edhe rreth 15 minuta të tjera, derisa të vazhdojnë të vinë, dhe do të themi gjithashtu edhe pjekjen. Pjekja do të bëhet në grill. Unë mendoj që pjekjen t'a bëjmë kur të kthehemi, Anita. Se nuk duan shumë këto? Jo, nuk duan shumë ato. Ato bëjnë shumë shpejt e shpejt. Si pite. Si pite. Kështu që nuk ka nevojë. Ja, të mësojmë pak si jemi me kohën, ndërkohë nëse do të kemi kohë, do të rikthehemi përsëri recetës së parë, edhe për të parë edhe një herë përbërësit, edhe për të treguar si çfarë. Po kemi kohë, Anila, bëjmë dhe ato vezët, them unë. Do të tregojmë si mund t'i bëjmë ato vezët. Nëse kemi 3 minuta kohë kemi, unë nuk e di nëse na mjaftojnë për vezët kaq, por nuk besoj, se tham do t'i gatuajmë në vaj të ftohtë, ndaj brumi. Do shta i bëjmë në pjesën e dytë kur të rikthehemi. Shojmë pak recetën e parë, sepse të bukve e ripate dhe gjatë kohës që ishim duke përgatitur brumin, ndërkohë në tenxhere ne jemi duke pritur që të kryhet zjerja e plotë e mishit të qenjit, dhe në pjesën e dytë do të bëjmë edhe bashkimin e kësaj recete me makaronat. Ndërkohë receta e plotë është kjo: 4 racione mish qengji, 1 qep, 4 lugë supe vaj, 1-2 lugë gjalp, 1 lugë supe salcë domate, 1-2 domate pure, 1 pako makarona, krip edhe piper. Një recet tradicionale, ajo që shijon. Bukët e sheshta me miell gruri dhe miell misri të verë, si më poshtë janë të gjithë përbërësit, 350 gram miell gruri, 100 gram miell, pse ma hoqët? 100 gram miell misri, 1 lugë çaj maja, 1 filxhan çaj qumësht i vakët, 3 lugë supe vaj, 1 lugë kafeje krip dhe gjysmë filxhan çaj miell i përzier. Kështu. Kjo ishte receta e plot e bukës. Mishi po zihet gradualisht, tham që i duhet temperaturë e ullët që mishi të vloj nga dalë, dhe kur të kthehemi, do largoj mishin nga tenxherja, do shtoj makaronat. Kati, ku po ikën? Jo, unë po iki, sepse duhet të tregoj, do me thënë që çfarë duhet të bëjmë për pjesën e sobës. Do të kalohet këtu te pjesa e grillit, do të vendosim këtë tavën brenda, do ta lëm që të ngrohet për një 10 minuta, do me thënë që të jetë ngrohur, sepse kjo jep atë situacion. Po mirë, ne tham do i vëmë kur të kthehemi këtë. Jo, nuk do t'i vëmë, tani ne lëm që të ngrohet. Duhet të themi anvesave, kjo në asjela të furën e bukës, i bëni direkt që i vendosni në atë drasën, atë si quhet edhe unë se mba mëndanin. Nëse, lopatë, ku dy se si, ka një emërtim, ajo, do me thënë si treva të ndryshme, pas ka dhe emërtime të ndryshme, ajo loj lopate që futish një ato bukët brënda, i vënim pa tava.
Po neve, për atë sheshin e furës, do të kemi tavën, që do t'jetë e nxehtë. Improvizime, guzhine që kryen gjithmonë por kanë tjetër shije, faktikisht. Tani shkojmë në publicitet, kur të kthehemi të gjitha gjërat që thamë do t'i mbarojmë në pjesën e dytë, do t'i kryejmë në transmetim të drejtë për drejtë. Qëndroni me ne, hajde më riafër. Shkojmë në publicitet. I gatimit na Ritako në pjesën e dytë na ka ndarë një hapësirë publicitare. Kemi nisur që në orën 9 dhe sot të përgatisim 2 receta shumë të mira, shumë të shijshme, tradicionale, si mishi I qengjit me makarona, ashtu edhe bukët e sheshta. Okej. Atëre, le të tregojmë ambisave, domethënë për punën e mishit që neve kemi vendosur te treshi dhe poezim. Shikoni si bëhet kjo, bëhet ajo salsa e lidhur, e mpiksur. Ani ku është? Ja, ku e ke? Ja, ku e ka. Se po thosha edhe ambisat prisnin të shikoni. E shikoni? Pam. Zjet avash, edhe qesh muqu andej. Kani po bon apelin, ti tani këtu janë gjithë, këtu, thjesht nuk duken. Ashtu, sepse do të bëhet një gjellë e mrekullueshme. Dhe sekreti gjellës është ajo, si thash, fillimisht ato sekretet që nga ka vërdisja e të gjitha, edhe deri te momenti e zjerjes së mishit në temperaturë të ulët, që të lidhet salsa, mishi të zihet edhe të ngelet. Neve kaq ujë hodhëm, kaq ujë është akoma brenda. Do me thënë, mos të na avulloj ujë dhe të na ngelet mishi I tharë brenda dhe shtoj të ftohtë dhe shto si fasulet që bënin dikur. Kjo është gjella e mirë. Tani unë do ta lë pak për 5 minuta sepse do vë këto bukët e sheshta në furrë dhe pastaj do i themi prapë. Tani, për bukët e sheshta neve thamë që do ta vendosim këtu tek grili. Sobën, do ta vëmë në temperaturën maksimale, sepse e do temperaturë të lartë. Tava jon është djegur. E provizojmë sikur kemi një vatër të furrave të dikushme. Është boshë, e nxehtë, se e djegur. Kujdes. E ndjej që në distancë që ka shumë temperaturë. Tani do t'i marrim dhe do t'i vendosim me radhë. Në tavë të nxehtë. Dhe do t'i vendosim direkt në furrë. Po do na e marri të tretën, no? Se kanë ardhur ato edhe kanë ndryshuar. S'ka gjë, do ta lëm këtë për momentin. Lëm 3. Lëm 3. Më mirë 3 dhe mos na ngjisë. Kujdesni tek këto që mos I kapni. Kjo është e ftohtë besoj. Po, është e ftohtë ajo. Mos ki frikë. Ta hapun, prit Kati. Faleminderit tani. Në temperaturën maksimale të furrës suaj. Ashtu, do t'i lëm tani ato, e do kemi mendjen që t'i shikojmë që për t'i hequr. S'ka që se bëjmë më mbrapa këtë neve, sa ta ashtu. Tani, veprimi tjetër, këtu kam tenxherën bosh. Është ajo që ju thash që unë makaronat, dikur nën ato na hidhin direkt brenda këtu. Unë nuk do t'i hedh direkt, sepse dua t'i bëj ndryshe. Se dua t'i servir ndryshe, kjo është ideja. Në një tenxhere, do të marrim dhe do të hedhim racionet e mishit të zirë përfundimisht. Do të keni kujdes, do me thëmë, për punën e mishit, do të jetë I zirë përfundimisht. Jo që ta vendosim përsëri prapë brenda, ose nëse e serviri në pjatancë të madhe, do me thënë që mesore, I vendosni përsëri në fund fare pasi janë zirë makaronat dhe I keni hedhur në një pjatancë, shtoni racionet e mishit edhe pak nga ky lëngu, marrim pak I ndyrë sipër. Ashtu, ky është lëngu që do servirim pjatat. Që do të llogarisim nga një garush të tillë për çdo person që do hedhim nga lëngu që neve mbajtëm. Tani këtu e rrisim temperaturën e sobës. Po, se do zi makaronat. Ashtu që do zi makaronat. Këtu kam ujë të ngrohtë, do shtoj dhe pak ujë akoma që të vinë në masën ku ka qenë me mishin. Me racionet është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Pak do më marri me një herë ajo me temperaturë dhe tani do të marr këto, unë mendova t'i bëj me makaronat e gjata. Edhe nuk I hedh kështu, do me thënë siç janë, I pres. Po, I ndajmë, do me thënë I coptojmë, ashtu I bënim dikur, nuk I hidhim kështu të gjata. Ashtu të gjata bëjnë kur bëjmë makarona me mish të grill për shumë. Po. Është mirë që t'i lëm kështu si që janë të gjata, ndërsa në këtë rast është mirë që t'i coptojmë. Edhe I marrim
Pasi të na jetë se duaj që të shofim dhe ande, Janila. Bukët. Mirë janë ato, ja, shiko, po filloj rrisin volumi. Aha, nga temperatura e ngrohtë, po. Na duhet edhe pak kohë. Kjo është, me thënë, koha që na lën neve kështu edhe Shiko, presim. ne përfitojmë nga kjo koha edhe rikthejmë në këtë pjesë të dytë recetat, se jo të gjithë mund të na kemë parë që në fillim. Shumë mirë, Anil. Kështu që, shojmë dhe njerë të gjithë përbërësit. Pra mishi i qengjit me makarona është gatuar në 2 faza. E para ka pjesën e sipërme të recetës, pra 4 racione mish qengji, 1 qep, 4 lugë supe vaj, 1-2 lugë gjelp, 1 lugë supe salcë domate, 1-2 domate pure, 1 pako makarona, krip edhe piper. Tani është momenti i makaronave. E gjithë pjesa tjetër e përbërësve ka qënë në gatimin e mishit, pra duke nisur me skuqjen, e më pas duke shtuar qepët, salcën, domatën e freskët, erzat, krip, piper dhe gjithçka që keni të shkruar në recet. Ne i vendosëm në furr për të pjekur bukët e sheshta me miell gruri dhe miell misri të verdh, pra kemi bërë një miksim të 2 llojeve të miellit me 350 gram miell gruri, 100 gram miell misri, 1 lugë çaj maja, 1 fixhan çaj qumësh të vakët, 3 lugë supe vaj, 1 lugë kafeje krip dhe gjysmë fixhan çaj miell i përzier, që kjo mielli është kjo pjesa e fundit, pra gjysmë fixhani, nëse e shihni tani dhe se kuptoni se ku do të vendoset, është pikërisht për të ndihmuar bukët që t'i hapni, t'i jepni formën dhe t'i lyeni përpara se t'i vendosni në furr. Më vonë do të gjeni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 dhe Villa 24, videon e ditës së sotme. Duke ju kujtuar se në fillim të videos do të keni pikërisht brumin e përfunduar edhe të ardhur, sepse disa procese pune kërkojnë pak më shumë kohë, ndaj ne për të arritur t'i realizojmë të gjitha brenda kohës së transmetimit të drejt për drejt, i kryejmë paraprakisht. Pra dhe shikoni nga fundi recetën, pra ndarjen e pjesëve e më pas vendosjen në tavë dhe në vijim të videos do të gjeni dhe mënyrën se si e përgatisim brumin, duke përzier mielra, duke shtuar gjithashtu majan dhe çdo gjë tjetër që i duhet siç e pat në recet. Ja ku e kemi edhe News 24, kanali zyrtar i televizionit, ku aty keni gjithashtu edhe një hapësirë që i dedikohet Vilës Son. E tjetër gjë e fundit, do doja të përmendja edhe faqen më të madhe dhe më të preferuar nga të gjithë që mbetet Balkan Web, aty pa diskutim që të gjithë e vizitojmë çdo ditë për të marrë informacione, për të argëtuar, për të marrë lajme nga bota e nga vendi, zhvillime që updatohen çdo sekond në Balkan Web dhe pas transmetimit ton të përditshëm të drejt për drejt, gjeni gjithashtu edhe çdo hapësirë të Villa 24 që ne sjellim tek ju çdo mëngjes në ekranin e News 24. Dhe tani le të rikthehemi përsëri gatimeve tona. Është momenti për të shtuar makaronat në ujin që tashmë mori temperaturën ujin në lëng. Valoj Që ne i shtuam ujë për të rritur sasinë, natyrisht edhe makaronat duhet të zihen pa diskutim në një ujë të vluar më parë, kështu që tashmë jemi okay. do t'i lëm që të zi, ulim tani prap temperaturën, fillimisht e lëm që të valoj, të marri temperaturë, si kemi hedhur që ka marrë val, hodhëm, me thënë, makaronat, edhe e ulim prap temperaturë, nuk duam temperaturë prap të lartë, e duam prap në temperaturë mesatare, jo të ullët, po mesatare. Në të ullët zihem mishin, në mesatare zihem makaronat. Por fillimisht thash që duhet ta kemi në temperaturë të lartë, që ashtu, tani unë ka që hodha për masin që kemi. Mirë, tani kemi 10 minuta kohë nga ky moment në fazën e në vazhdim. Tani unë duhet viktu, Anila, sepse duhet të kthej këto bukët. Do të kthejmë nga krahu tjetër? Po. Okej. Kujdeseni për t'i kthyer. Edhe t'i ngrej pak lart, sepse e kam shumë ullët, e bëra me qëllim që të mos na digjeshin, që të merresha me makaronat. Kështu që ne tani do t'i ngrejmë pak lart, që të marrin temperaturë më shpejt. Ashtu. Duhet afër grilit, sepse piqen me grill. Tani. Po.
Neve me që kemi kohë dhe mos të rrim kështu ta kemi kohën bosh, më thash le t'i hedhim ato t'i vezë, se tham do t'i bëjmë. Vezët, po patjetër, mund t'i bëjmë, kemi kohën, do mendojmë atë 2-3 minutën e fundit për t'i shërbyer pjatat, ndërkohë kaq kohë do t'i duhen edhe makaronat që të përfundojnë zjerjen dhe të çojmë të mënyrën se si do të shërbehen, meqense se tashmë mishin e kemi larguar nga pjatën e makaronave kemi bërë gati, mishin e kemi gati, makaronat po bëhen, këto pitet po na bëhen. Kështu që soba duhet ndezur. Okej, nëse ke nevojë për ndihmën time më thuaj. Herë e parë. E mori. I kam pas thata duart. Ashtu në rregull. Atëre, si bëhet kjo? Atëherë. Thamë që vezët ka mënyra të ndryshme për t'i përgatitur. Një omlet mund të duket forma më e thjeshtë për t'i sjellë vezët. Një vezë e skuqur sy gjithashtu konsiderohet si ajo receta që bëhet nga të gjithë. Por, Kati na tregoi sot se nëse shpesh ne presim të na ngrohet vaj apo gjalpi, çfarë zgjedhim për të skuqur vezët, duhet jemi të kujdesshëm. Të mos e lëmë të na tejkalojë temperaturën e ngrohjes, që vezët të mos na skuqen më shumë se ç'duhet rreth e përqark, sepse pa diskutim çdo produkt që tej gatuhet humbet edhe vlerat e tij ushqyese, por t'i shtojmë në vaj të ftohtë. Kati përshikoja para disa ditësh dhe një mënyrë tjetër shumë interesante, po do shoh nëse mund ta rigjeje dhe pse jo ta sjellim ne edhe për anvisat tona këtu, të përgatitjes së vezëve në banjomari. Pra në një banjomari të improvizuar, ashtu siç bëjmë her pas here në recetat që e kërkojmë, jo të gjithë mund t'i kemi këto aksesorët e nevojshëm për të gatuar me avull, por me improvizimin në një ene me ujë të ngrohtë, ishte një mënyrë shumë e shëndetshme e të gatuarit të vezëve gjithashtu. Pra, sa më natyral duhet jemi në mënyrën se si gatuajmë, që t'i marrim ato që ne themi nga ushqimet tona, që janë vlerët ushqyese. Tua hedhim sipër edhe t'i vendosim kapakun dhe do na bëhen gati. Ne tani kemi pasur edhe sobën të ftohtë fare, gjë që s'ka problem, e njëjta gjë do na bëhet. Ashtu. Hedhim edhe pak piper. Ta bëjmë si shefat. E të pjekura në furrë bëhen shumë të mira vezët, nuk e di ai praktikon Kati. Po, edhe ato, por edhe kështu do të bëhen të mira. Ja, tani do t'i lëmë me kapak dhe do t'i shikojmë në momentin e fundit. Shikojmë që këto pitet sepse... Shikojmë edhe bukët që me që po shoh e kanë marrë pjekjet, ndërkohë ne brumin e kemi mbuluar këtu, ka filluar të vi, do kohën e nevojshme, nuk ka më shumë se 30 minuta që është përgatitur, tham që do të paktën 1 orë në temperaturë ambienti të ngrohtë, pra të mos kemi temperaturën e ftohtë të kuzhinës, dhe si gjithmonë brumin e dini që duhet të vendoset në ambient ku nuk ka qarkullim të fortë të ajrit, ndaj bëhet edhe ky izolimi me qese. Këshilla të vogla, por që duhen respektuar, që ju ta shikoni atë sasinë e brumit të dyfishohet dhe buka, pitet, apo çfarë jeni duke përgatitur, të vinë ashtu të shkrifta, të buta e të shishme. Katarina, duhet të kalojmë një linjë në departamentin e informacionit. Ndajemi.